Khalaqallahu al-malaikata ukulan. Pra, selef, kur përdoret fjala selef, duhet t'ju shkojnë ndërmend shokët e pejgamberit alayhis salam dhe pasuesit e tyre, tabiinët dhe pasuesit e tabiinëve, gjeneratat e para të muslimanëve. Kjo do të thonë selef. Dhe fjala selef është përmendur në hadith të pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam e ka përdorur këtë fjalë. I ka thënë Fatimes radhiyallahu anha, bijës së tij, i ka thënë inni laki khairu selef. Pejgamberi alayhis salam i ka thënë Fatimes, bijës së tij, i ka thonë unë për ty jam selefi më i mirë, unë jam paraardhësi më i mirë për ty. Pra selef do më thonë paraardhës, ata gjenerata që kanë qenë para teje, ata musliman që kanë qenë para teje. Kanë thonë disa prej selefit, pra, kanë thonë khalaqallahu al-malaikata ukulan bila shahwa. Kanë thonë Allahu i ka krijuar melekët mendje, të kenë inteligjencë dhe mos të kenë epsh, bila shahwa, të kenë mendje, mos të kenë epsh. Wa khalaqal bahaima shahwatan bila ukul. Dhe i ka krijuar kafshët, që të kenë epsh e mos të kenë mendje. Pra melekët kanë mendje, nuk kanë epsh, kanë inteligjencë, mirë po nuk kanë epsh. Kurse kafshët kanë epsh dhe instinkt, mirë po nuk kanë inteligjencë dhe mendje. Wa khulika ibnu Adam wa rukiba fihi al-aqlu wash-shahwa. Ndërsa ibn Ademi thot biri Ademit është krijuar i tillë që të ketë edhe inteligjencë, edhe mendje, edhe epsh. Pra të dyjat i ka. Andaj thot faman ghalaba aqluhu shahwatuhu. Andaj ai mendja të cilit e mund epshin e tij, thot iltuhika bil malaike, thot afrohet dhe ju përngjason engjëjve dhe melekëve. Mendja e të cilit e mund epshin e tij prej bijve të Ademit ju përngjason më shumë melekëve. Wa man ghalabat shahwatuhu aqluhu iltuhika bil bahaim. Thot dhe epshi ai të cilin epshi i tij e mund mendjen e tij, pra jep përparësi epshit të tij, thot ai thot i përngjason kafshëve. Pra Allahu subhanahu wa taala melekët i ka krijuar që të kenë inteligjencë dhe mos të kenë epsh. Njerëzit i ka krijuar që të kenë epsh dhe të kenë inteligjencë. Kurse kafshët kanë epsh dhe nuk kanë inteligjencë. Pra njeriu është mes engjëjve dhe mes kafshëve. Andaj atë të cilin e mund epshi i tij, ai bëhet dhe i përngjason kafshëve. Kurse ai të cilin e mund mendja e tij, inteligjenca e tij, thot ai ju përngjason më shumë melekëve dhe engjëjve.